Të nderuar besimtar, Allahu i lartësuar është ai i cili i dhuroi njeriu të jetën, na dhuroi kohën që ta shfrytëzojmë atë në punë dhe në vepra të mira. Zoti i gjithësisë, këtë kohë të cilën na e dhuroi, disa çaste, disa momente, disa ditë apo disa muaj i dalloi mbi disa të tjerë. Para pak ditësh u futëm në një prej 4 muajve të shenjtë të muslimanëve. Muaji Dhulhijja është muaj në të cilën muslimanët, besimtarët, e kryejnë një prej adhurimeve më të mira, një prej adhurimeve për të cilat besoj gjithsecilit prej nesh i qanë zemra dhe shpirt. Është muaji i haxhit, muaji i vizitës së vendit të shenjtë, Mekkës. 10 ditët e para të këtij muaji, Allahu subhanahu wa taala, për të treguar rëndësinë e këtyre ditëve, i përmendi ato në Kur'an, në surën Fajr, ku thot Zoti i gjithësisë: Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr. Wal fajr, wa layalin 'ashr, wash shaf'i wal watr. Betohet Allahu subhanahu wa taala dhe thot: pasha paraditën, pasha 10 netët, pasha çiftin dhe tekun. Është betu Allahu subhanahu wa taala në çiftin dhe tekun, ku dietarët na e kanë shpjeguar se teku flet Zoti i gjithësisë për ditën e 9 të këtij muaji, që është dita e Arafatit, ditë në të cilën është shumë e pëlqyer që muslimani të agjërojë, të sakrifikojë disa orë, disa çaste, disa minuta, pa ngrënë dhe pa pirë dhe pa pasur kontakte me bashkëshorten e tij, vetëm për hir të Zotit të gjithësisë, që i bie dita e ejte e javës në të cilën do të futet. Kush e agjeron këtë ditë, ka shpërblime të mëdha tek Zoti i gjithësisë, ku pejgamberi alayhis salam tregon dhe thotë se kjo është dita në të cilën më së shumti Zoti i gjithësisë i fal robërit e tij. Prandaj me lejen e Zotit, nëse jemi gjallë, nëse na e mundson Zoti i gjithësisë, ditën e ejte të agjërojmë gjithsecili prej nesh. Ndërsa dita e 10 është dita e Kurban Bayramit, si sot një javë. Si sot një javë, inshallah gjithë së bashku do të festojmë festën e madhe të Kurban Bayramit. O vëllezër, o musliman, jemi në ditët e haxhit. Udhëtimi i jetës tonë. Njeriu në jetën e tij mundet që të udhëtojë shumë, si brenda vendit, por dhe jashtë vendit. Por udhëtimi për në vendet e shenjta, udhëtimi për në Kabe, e sidomos udhëtimi për të kryer haxhin, është një udhëtim i veçantë. Para disa ditësh u përcollën disa besimtarë për Kabe, dhe vallai kur i shikon ato, kënaqet zemra. Kur i shikon që shkojnë në këto vende, të rritet besimi, të shtohet imani, të kënaqet shpirti dhe zemra. Kur i shikon të tjerët, e si mundet të jetë përjetimi për vetveten tonë? Si mundet të jetë përjetimi nëse ne i përjetojmë të çaste? Nëse ne nisemi për këto vende të shenjta për të kryer një prej adhurimeve më të dashura për zemrën tonë. Një adhurim të cilin na e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Në shumë ajete kuranore, Allahu i lartësuar urdhëron për haxhin. Thot Zoti i gjithësisë në surën e 2 të Kuranit, ajeti 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kryejeni, bëjeni haxhin dhe umren, vizitën e thjesht për hir të Zotit të gjithësisë. Na jep Zoti i gjithësisë esencën e kryerjes së adhurimeve. Për çfarë? Për hir të Zotit të gjithësisë. Çdo adhurim, jo vetëm haxhi, por umreja dhe çdo adhurim tjetër, ne e bëjmë vetëm e vetëm se për hir të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur, kur na i shpjegon 5 kushtet e Islamit,
na tregon se ky Islam ngritet mbi 5 shtylla kryesore: shahadeti, namazi, zakati, agjërimi dhe kushti i 5, haxhi për çdo njeri të cilit i ka mundësitë ekonomike, fizike, por edhe mendore. Çdo njeri i cili i ka mundësitë ekonomike, pra nëse ti i ke paratë tua, nëse i ke mundësitë ekonomike dhe nuk e kryen haxhin, ky është gabim për ty. Nëse ti i ke mundësitë ekonomike, por edhe fizike, je i fizikshëm, je i shëndetshëm, je mirë me shtetin tënd dhe nuk e kryen haxhin, merr gjunahet tek Zoti i gjithësisë. Nëse i ke mundësitë ekonomike, fizike, por edhe mendore dhe sërish nuk e kryen haxhin, atëherë kjo është gjunah para Zotit të gjithësisë, se profeti sallallahu alaihi wasallam thot kushti i 5 i Islamit është kryerja e haxhit një herë në jetë për atë i cili i ka mundësitë. Dhe nëse ti edhe unë i kemi mundësitë, por nuk e kryejm haxhin, atëherë jemi gjunahçar para Zotit të gjithësisë. Ndërsa çdo musliman, çdo besimtar i cili nuk i ka mundësitë dhe nuk ja ka mundësu Zoti me shku për shkak të mungesës së njërës prej këtyre kushteve, atëherë ky është i justifikuar tek Zoti i gjithësisë. Se ne shpesh akuzojmë për çështjen e çmimeve, mirë po nuk e dim dhe nuk mendojmë që haxhi është detyrë për atë që i ka mundësitë. Nëse ti edhe unë nuk i kemi mundësitë, atëherë nuk kemi asnjë lloj përgjegjësie para Zotit të gjithësisë. Lum për atë njeri të cilit ja ka mundësu Zoti i gjithësisë që ta kryej haxh. Lum për të dhe lum për sevapet me të cilat ai është shpërblyer. Lum për sevapet të cilat ai ka marrë me vete pasi është kthyer nga haxhi. Cilat janë sevapet, cili është shpërblimi i atij njeriu i cili e kryen haxhin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Umreja deri në umre, pra kush e kryen një umre deri në umren tjetër, i shlyen gjunahet ndërmjet tyre. Ndërsa thot, haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër tek Zoti përveç se xhenneti. Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tek Zoti diçka tjetër vetëm se xhenneti i Zotit gjithësisë. Folëm pak më parë për çmimin e haxhit. Çmimi i haxhit mbi 6.000 euro. Një shtëpi në xhenet. Nëse don me fitu një shtëpi në xhenet me 6.000 euro, kush nuk i kishte dhënë 6.000 euro vetëm me fitu një shtëpi në xhenet? Boje një shtëpi në dunja sa të kushton? 6, 16, 26 apo 36, me mira lek të harxuar. Me mira lek të harxuar në përdasma, në për orkestra, në për pushime të ndryshme, dhe ne ankohemi për çmimin e haxhit. Allahu na falë dhe na përmirësoj gjithë. Ne i harxojmë lekët kudo, vetëm e vetëm se në haxh. Allahu na bëf për atyre të cilët lekun dhe bereqetin ton, të cilën na e ka dhënë Zoti i gjithësisë, ta shfrytëzojmë në fitim të xhennetit. Mbi 6.000 euro fitimi i xhennetit Zotit i gjithësisë. Dhe ne lutim Zotin ton që ata të cilët e kanë kryer haxhin, Allahu i lartësuar t'ia ketë pranuar atyre dhe t'i bëf Zoti i gjithësisë për atyre të cilët e kanë merituar xhenetin dhe e kanë fituar xhenetin e Zotit të gjithësisë. Dobit e haxhit janë për këtë botë, por janë dhe për botën tjetër. Ne të përmendim me lejen e Zotit disa prej dobive për ata persona të cilët e kryen haxhin. E para, arritja e kënaqësisë Zotit. Kush e kryen haxhin, e arrin kënaqësinë e Zotit gjithësisë. E nëse ti edhe unë e arrim kënaqësinë e Zotit, atëherë çfarë na duhet diçka tjetër në këtë botë? Të arrish kënaqësinë e krijuesit tënd, kënaqësinë e atij i cili të krijoi ty edhe mua. E dyta, prej dobive në lidhje me atë person i cili kryen haxhin është falja e gjunaheve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thënë që ai person i cili e kryen haxhin kthehet në vendin e tij, në shtëpinë e tij, i pastër nga gjunahet, sikurse dita kur e ka lind nona. Kur lind njeriu foshnja i vogël, a ka gjunahe? S'ka asnjë gjunah. Kush e kryen haxhin dhe kthehet në shtëpinë e tij, pra nuk vdes atje,
kthehen në shtëpinë e tij, i falen apo kthehet në vendin e tij njëjtë sikurse foshnjë që kalin, pa gjuna. Të dietarët kanë diskutuar, a i falen vetëm gjunahet e vogla apo edhe të mëdha? Dhe përgjigja më e afërt është që i falen gjitha gjunahet, qofshin të vogla apo të mëdha. Se njeriu i cili shkon hax me përkushtimin e tij, me bindjen e tij, me sinqeritetin e tij, arrin të gradë madhe që të kthehet në vendin e tij ashtu sikurse e ka lind nëna e tij pa gjuna. Dhe e treta, prej përfitimeve haxhit për atë i cili e kryen është marrja e sevapeve të faljes në xhamin më të mirë, në xhamin e parë të ndërtuar për faljen dhe për adhurimin e Zotit. Në Qabe, kush e fal një namaz, sikurse ti ke fal 100.000 namaz. Lum për atë njeri të cilit ja mundson Allahu subhanahu wa taala që ta kryej haxhin, të shtyll prej shtyllave të Islamit. Gjithashtu, prej dobive për personat të cilët e kryen haxhin është udhëtimi, që e bën njeriu të kuptojë se në këtë botë është udhëtar. Udhëtimi për diku të bën ty edhe mu me kuptuar që unë jam udhëtar në të botë dhe nuk do të jemi i përhershëm. Gjithashtu prej dobive që i përfiton njeriu nga kryerja e haxhit është veshja e qefin, veshja e ihramit, e cila është një robë e bardhë, e cila të përkujton qefinin. Kur e vesh ihramin, një robë e bardhë e sipërme dhe një robë e bardhë e poshtme, le t'i përkujtoj njeriu qefinin e tij, që në botën tjetër në varr nuk do të marrë diçka tjetër vetëm se 2 copa apo një copë të vet. Dhe atë inshallah gjejmë dikë që të na japi një copë plot, se kanë filluar me i shkurtu copë. Haxhi është bereqet i madh. Lum për çdo njeri të cilit ja mundson Allahu subhanahu wa taala që ta kryej haxhin. Dhe e fundit, labbaik Allahumma labbaik. Fjala të cilën e përsërisin të gjithë haxhilert. Të përgjigjem ty o Allah, të përgjigjem. Labbaik Allahumma labbaik. Kjo është fjala të cilat haxhilerët e përsërisin vazhdimisht. Çka kuptoj me këtë fjalë? Që njeriu gjatë gjithë jetës së tij duhet të jetë me këtë fjalë, të përgjigjem o Zot, përgjigjem. Atë ka thirr Zoti për namaz, përgjigjem o Zot. Atë ka thirr Zoti për sadaka, përgjigjem o Zot. Atë ka thirr Zoti për kurban, pas një jave, ta bëjmë gati inshallah. Pas një jave kurbanat gati. Sa kemi harxhu gjatë gjithë vitit? Pas kemi ne kaq para për të bërë një kurban për hir të Zotit? Atë ka thirr Zoti, thuj labbaik Allahumma labbaik. Përgjigjem ty o Allah, të përgjigjem. Elusim Zotin ton, na fali dhe na mëshiroj gjithë. Elusim Zotin ton, na fali ne, prindërit tan, të afërmit tan, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.